Shqipëria është zgjuar mëngjesin e sotëm 30 mars nga një tërmet me magnitudë 3.8 të shkallës Richter. Epicentra e tërmetit ka qenë mes Lushnjës dhe Elbasanit, rreth 10 kilometra larg Lushnjës dhe 28 kilometra nga Elbasani. Lëkundjet janë djerë të forta dhe kanë zgjatur për disa sekonda. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar apo për dëme materiale. Një tender i shpallur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik në Bashkinë e Tiranës me firmë të drejtorit Piero Sinjari ka hapur pikpyetje serioze mbi nevojën reale të kësaj kontrate dhe mbi shërbimet që parashikohen të paguhen me para publike. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 24 mars 2026, kjo drejtori shpalli tenderin për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sheshit Skënderbej me fond limit 1.7 milion euro me TVSH. Sipas njoftimit, objekti i shërbimeve përfshin pastrimin e pjesëve të jashtme të ndërtesave, mirëmbajtjen dhe riparimin e sheshit si dhe kujdesin për pemët. Pikërisht këtu nis dyshimi i parë. Në sheshin Skënderbej nuk ka ndërtesa në administrim të Bashkisë së Tiranës që të justifikojnë një zot të tillë shërbimi. Pallati i Kulturës dhe Muzeu Kombëtar administrohen nga Ministria e Kulturës dhe investimet apo ndërhyrjet në to nuk lidhen me Bashkinë e Tiranës. Dyshimi i dytë lidhet me vetë sheshin. Sipas të dhënave të paraqitura në material, mirëmbajtja e sheshit Skënderbej mbetet detyrim kontraktor i kompanisë që e ndërtoi si pjesë e garancisë së punimeve për një periudhë 12 vjeçare nga inaugurimi i qershorit 2017 deri në vitin 2029. Nëse ky detyrim kontraktor ekziston dhe është në fuqi, atëherë bashkia duhet shpjegojë qartë se për çfarë po prokuron 1.7 milion euro shërbime shtesë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka firmosur 2 dekrete që sjellin ndryshime në drejtimin e forcës ajrore të Shqipërisë. Me dekretin numër 164 datë 30 mars 2026 është vendosur lirimi nga detyra i General Major Ferdinand Vasil Dimo, i cili mbante postin e komandantit të forcës ajrore. Në vijim përmes dekretit numër 165 po të së njëjtës datë, në krye të forcës ajrore është emëruar General Brigade Edmond Abbas Voci. Ndryshimi në drejtim është zyrtarizuar nga kreu i shtetit, ndërsa nuk janë bërë publike detajet të tjera lidhur me këtë vendim. Partia Demokratike ka kërkuar këtë të hënë 30 mars interpelancë me ministrin e Brendshëm Besford Lamallari, nënkryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Mbrojtjen Kombëtare në Partinë Demokratike, Lëviz Balliu, në një deklaratë për mediat ka kërkuar që ministri Lamallari të jap llogari në kuvend në lidhje me shqetësimet për nivelin e inkriminimit dhe cënueshmërinë e policisë së shtetit. Balliu shton se sipas tij, deportimi i elementëve kriminal në radhët e policisë së shtetit përbën jo vetëm një problem institucional, por kërkon edhe sigurinë kombëtare dhe besueshmërinë e vendit ndaj partnerëve strategjik. Lëviz Balliu shpreh se në emër të Partisë Demokratike kërkon nga qeveria dhe Ministria e Brendshme një shpjegim të qartë lidhur me mënyrat se si janë bërë emërimet në policinë e shtetit. Ndërkohë këtë të hënë 30 mars në orën 17 zhvillohet seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas agjendës zyrtare në rendin e ditës është planifikuar të ketë diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit. Drejtuesja e grupit të këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, Doris Madhi, ka hedhur poshtë akuzat e Partisë Demokratike se ajo ka mbështetur PSD-n gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Dega e PD-s në Elbasan deklaroi se Madhi hoq nga listat e antarësisë sepse është angazhuar maksimalisht në krah të subjektit politik Partia Socialdemokrate gjatë fushatës elektorale të 2025 dhe se gjatë procesit të numërimit të votave në Prenjas. Sonja Madhi ka qenë e angazhuar si vëzhguese e PSD. Madhi jo vetëm mohon një tradhti të tillë politike nga ana e saj, por shton se në Prenjas këmbgulja e saj opozitare ka nxjerrë të pavlefshme 2 kuti në cilat PS kishte dalë me rezultat 101%, pra me 20 vota më tepër se në proces verbal. Bashkëpunimi me PSD nuk është mohuar vetëm nga Madhi, por edhe nga vetë forca politike e Tomdoshit. Në një reagim zyrtar, PSD deklaron se drejtuesja e grupit të këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Elbasanit nuk ka qenë kurrë vëzhguese e saj gjatë procesit të numërimit të votave në Prenjas. Nga listat e antarësisë së Partisë Demokratike në Elbasan rezulton të jetë hequr edhe emri i Rudina Allës, kryetare e Forumit Demokrat të Gruas, ish deputetes Zheni Gjergji, emëruar drejtoresh në Spitalin e Elbasanit, apo Alesia Balliut. Kjo e fundit ka shpallur publikisht ambicien për të kandiduar në garën për kreun e Partisë Demokratike përballë Sali Berishës, por që me sa duket ka shtuar pa kënaqësitë brenda selisë blu. Erion Braçe, deputet socialist prej disa mandatesh, së fundmi është vetë ofruar si kandidat për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet vendore që do të mbahen në pranverën e 2027-s. Braçe u mandatua si deputet në qarkun e Tiranës në zgjedhjet e fundit parlamentare, duke fituar mandatin nga lista e hapur e PS-s
ndërsa rezultoi më i votuari, duket se zhvillimet e brendshme në PS kanë mbitur deputetin socialist, që tashmë konsiderohet një nga veteranët në sallën e kuvendit, që të vetë ofrohet si kandidat, dhe për këtë ai ka menduar që t'i paraprije edhe çdo debati që mund të lindë në radhët e socialistëve përmes një shkrese drejtuar KQZ-s, pra që ka kërkuar një informacion të detajuar lidhur me numrin e votave që ka marrë si deputet nga momenti që ka garuar për herë të parë dhe deri në zgjedhjet e fundit, por jo vetëm kaq, pra që ka kërkuar informacione të sakta mbi rezultatet elektorale në zonat ku ai ka drejtuar fushatat ose ka qenë i mandatuar si drejtues nga radhët e socialistëve. Të gjitha këto informacione duket se do të përbëjnë edhe strategjinë që Braçe do të përdorë në forumet drejtuese të PS-s për të kërkuar kandidimin si kryebashkiak, duke ju referuar sukseseve elektorale. Gjithsesi, për nga mënyra se si Partia Socialiste po drejtohet dhe funksionon, vendimin përfundimtar nëse Braçe do të pranohet ose jo si kandidat për kryebashkiak, do ta vulos Edi Rama. Dhe ky i fundit ka treguar se nuk vlerëson as kontributet dhe as rezultatet, aq më tepër ato elektorale, përsa kohë suksesin e socialistëve në zgjedhje e lidh me emrin e tij personal. Presidenti i SBA Donald Trump ka deklaruar se Irani ka rënë dakord të lejojë kalimin e 20 anijeve cistern të naftës përmes ngushticës së Hormuzit, duke e cilësuar këtë zhvillim si një dhuratë në kuadër të negociatave mes dy vendeve. Sipas tij, fillimisht Teherani kishte miratuar kalimin e një numri më të kufizuar anijesh, por më pas e rriti këtë numër në 20, të cilat pritet të nisin kalimin nga dita e hënë në vijim. Trump theksoi se ky vendim është miratuar nga Mohammed Bagher Ghalibaf, duke interpretuar si një sinjal pozitiv në ecurinë e bisedimeve. Megjithatë, nga pala iraniane vijon një retorike ashpër. Ghalibaf paralajmëroi se forcat iraniane janë të gatshme të përballen me çdo ndërhyrje toksore nga SBA, duke akuzuar Washingtonin për përgatitje të fshehta ushtarake. Një histori e rëndë e mbajtur e fshehtë për vite me radhë pritet të trondisë opinionin publik përmes një dokumentari të ri. Këngëtarja walesiane Amy Annie Duffy, e njohur si Duffy, do të ndaj për herë të parë në detaje përvojën e saj të dhimbshme të rrëmbimit dhe përdhunimit, një ngjarje që e detyroi të largohej nga jeta publike në kulmin e suksesit. Pas shpërthimit në skenën muzikore në vitin 2008 me albumin Rock Ferry, i cili u bë një sukses i jashtëzakonshëm dhe u vlerësua me ceremoninë Brit Awards dhe Grammy Awards, ajo u zhduk papritur në vitin 2011, duke lënë pas shumë pikpyetje. Gati një dekadë më vonë, artistja zbuloi përmes rrjeteve sociale se kishte qenë viktime një rrëmbimi dhe përdhunimi, duke shpjeguar se ishte mbajtur rob në një vend të huaj. Dokumentari i ri që do transmetohet në Disney Plus do sjell intervistën e saj të parë pas 15 vitesh. Filmi do trajtojë në detaj jetën e saj, nga fëmijëria dhe ngritja e menjëhershme në famë deri tek ngjarje traumatike dhe përpjekja për t'u rikthyer në jetë.